Italia në alarm të kuq për shkak të nxehtit nesër në 18 qytete, temperatura mbi 40 gradë Celsius. Në 18 qytete në Itali, alarmi do të jetë i kuq. Nesër për shkak të valës të nxehtit njoftoi Ministria Italiane e Shëndetësisë. Në Rom dhe Firenze termometri pritet të arrijë 38 gradë Celsius, ndërsa në Napoli dhe Milano do të jetë 37. Në ishullin e Sardenjës dhe në zonën më të gjerë të Barit, temperatura, sipas parashikimeve, do të kalojë 40 gradë Celsius. Siç theksojnë autoritetet italiane, nxehtësia dhe lagështira mund të shkaktojnë probleme serioze, jo vetëm për të moshuarit, por edhe qytetarët që përkasin kategorive të cënueshme, por edhe për njerëzit që nuk përballen me probleme kronike shëndetësore. Ministria Italiane e Shëndetësisë këshillon qytetarët të shmangin udhëtimet nga ora 11 deri në orën 18, si dhe sportet në hapësira të hapura. Në të njëjtën kohë, përsa i përket të ushqyerit, këshilla është theksohet peshku, makaronat, perimet dhe frutat.